morning. Good morning. Good morning, Badet. Good morning. Jeni gati për testin? Finish. Yes. Gati jeti Maurica? Gati. Gati, për gjithmonë gati. Le të nisemi. Jemi me autobus. Për në spital. Me kanë në sorset. Ja ku është makina ndërkohë. Ua, sa pisë është bërë Maurica. Nese. Po bie shiku i stalaj. Nuk e di. Ja unis. Mbyllë dhe dera. Okay, not relax, yeah, oh my god. Finish? Yeah. Oh, stop. Eva? Okay. Bye, thank you. Okay. Finish? Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Kjo do t'jetë videoja më e mërzitur në kanalin tim, nuk jam fare mirë. Jam shumë keq emocionalisht, por gjithsesi doja ta bëja edhe ta ndaja me ju këtë video sepse jam e sigurt që kaq të mërzitur nuk më keni parë asnjëherë. Sot është dita e fundit, është ora e fundit në Oman. Orat e fundit në Sohar, ne do të shpërngulemi nga këtu, do të kthehemi përfundimisht në Shqipëri edhe pastaj ku t'jetë puna e radhës, por gjithsesi ju do ta zbuloni bashkë me mua sepse asu nuk e di në këtë moment, e di vetëm që këtu kemi mbyllur gjithçka, kemi mbyllur shtëpinë, edhe tani jam ulur këtu, edhe po shikoj çdo gjë, po shikoj shtëpinë e mbyllur, po shikoj valixhet. Edhe ka shumë kujtime për mua, kanë qenë vite shumë bukura këtu në Oman, aq më tepër që Omani më bëri edhe me YouTube dhe e kam pastruar shtëpinë, pritja t'ju tregoj garderobën, që është bosh, shikoni, është çdo gjë bosh, është thjesht një peshqir Mauricës që nuk e merrnim dot me vete. Edhe këtu ka vetëm disa çarçaf që unë i kam hekurosur edhe i kam lënë këtu, nuk i marrë dot me vete. Këtu është krevati, ja edhe lagja, këto janë kujtimet e fundit, i bëj një video, ja kjo është lagja ku ne kemi jetuar. Jam shumë e mërzitur, nuk kam fjalë, por gjithsesi dua ta mbledh veten, edhe të shpresoj që diçka më e bukur do të vijë në vazhdim. Nuk e di çfarë t'ju them, dje bëm testin ashtu sikurse ju e pat në fillim të videos. Sot e morëm përgjigjen, jemi të 4 negative dhe mund të udhtojmë. Ku është ajo? Erina Maurica, ku është përgjigja e testit? Te çava atje. Okej, do t'ja tregoj ndoshta pastaj në aeroport. Maurica. Po ikim neve, s'kam më Oman për pak kohë. Okej. Pastaj do kthehemi prapë në Oman. Do kthehemi? Ma premton? Shikoni këtu të Maurica janë dhe best subscribers është këndi juaj, këtu keni qenë me neve, po tani do t'jeni me ne në Tiranë. Në Tiranë, do të bëjmë atë këndi në Tiranë, së pastaj do kthehemi prapë këtu. Jo pamshi. Sa po e kemi lënë shtëpinë edhe që ka shumë e vështirë emocionalisht. Ja edhe autobusi, përshëndetet Maurica me kolegët. Ju pafshim shtëpia. Sa po kemi zbritur në aeroport, edhe këtu në Oman është bërë shumë ftohtë. Edhe po bëjmë valixhet gati, kemi vendosur këtu sipër te kjo karroca se kemi shumë gjëra. Shumë valixhe këtej, shumë valixhe këtej. Maskën, nuk do marrim na një gjop se ja ku është policia. Po edhe maskën, edhe ti maskën, edhe tani do hym brenda. Sa po mbaruam edhe me valixhet, i kemi bërë jo amballazhim, po nuk e di. Po të na thyen edhe kësaj here, nuk ka mundësi tjetër. Kemi bërë paketimin më të shtrenjtë, amballazhimin më të shtrenjtë, kështu që urojmë shumë që të shpëtojnë kësaj radhe. Ja po jo tregoj.
me bubble. Kemi një orë që po presim, që nga momenti kur bëm valixhet gati edhe u siguruam që të paktën ne të bëjmë më të mirën që valixheve mos ju ndodhi e njëjta histori si që ju ndodhi në udhëtimin e kaluar në Korik. Dhe pastaj erdhëm këtu, u bëhet check-in-i. Dhe si përfundim kemi një orë pritje sepse nuk punon sistemi i Turkish Airlines, që është agjencia me cilën ne kemi udhëtimet tona deri në Shqipëri. Edhe po presim një orë. Unë ndërkohë po shpresoj shumë që të mos ketë fluturim dhe mos të ikim. Edhe trim këtu, mos të ikim në Shqipëri. Nuk dua të vi në Shqipëri. Ashtu si gjithë emigrantët e tjerë që emigrojnë edhe pastaj sado që Shqipërinë e duan, nuk kthehen dot sepse mungojnë shumë gjëra. Por ky nuk është rasti im, unë do kthehem, edhe Eva do kthehet. Aty do jemi, por deri kur, nuk e di. Sa po i canceluam edhe vizat. Si ndjeni? Bosh. Shumë keq. Shikoni sa bukur është aeroporti, këtu sikur jenë hotel. Sikur jenë xhungël. Nga që ka pemë. Ja çfarë bëjnë shqiptarët në Oman? Bezim alarmin, sepse kontrollonin për të shkuar në tualet. Bravo Andi. U hap. Vazhdojmë të presim për të hyrë në avion. Kemi prap pritje. Na është shtyr bileta sa herë? Gjitha ato herë na është shtyr. 4 herë. Edhe akoma nuk kemi nisur. Kemi hyrë në avion edhe jemi vendosur të sedile. Është ora 1:30. Edhe po presim, ka akoma shumë njerëz që do të hyjnë. Avioni është shumë i vogël, na ka zënë frika, sepse sa më i vogël avioni aq më shumë ndihen turbulencat. Unë do pi kokrën time, të famshme, që mos kem ankë dhe mos kem frikë, se pastaj përjetoj shumë keq. Edhe sa orë rrugë është? 6 orë i pari. 6 orë rrugë është. Dolëm nga avioni edhe sa po jemi sistemuar pak, mezi kemi gjetur një vend ku mund të shtrihesh, do të thonë ta shikoni janë si me shezllona. Edhe shikoni çfarë po bëjmë tani. Ka marrë kujtim nga Sohari, patatina edhe po i ha. Patatinat e mia të preferuara. Edhe porim kemi 6 orë pritje tani këtu në Stamboll. Pastaj do shkojmë në Shqipëri. Në fund kemi hyrë në avionin e fundit, jemi në avionin shqiptar. Tani çdo gjë që them kuptohet. Është Lazgushi, thot Mauricio. Mauricio është shumë krenar për avionët e Shqipërisë. I shihemi kur të vërtim atje. Erdhëm në Tiranë. Nuk kam fare gëstuar. Jo kam thënë 100 milion herë. Me qënë se Evës edhe Andi ti kanë ardhur prindrit jashtë, ne akoma jo. Do e përshëndesni një herë e mirë? Do përshëndesim një herë e mirë se kush e di kur na shef prap YouTube. Jo, do rikthesh të bëjmë një mbyllje të jetës në Arabi, Eva. Po sigurisht dalit ta ngec tek këtë se do të bien veglat. Okej, jemi super të ngarkuar, po ndajmë gjërat, nuk do të jemi më bashkë njerëz. Prandaj u thash janë video të mërzitshme këto. I ka se do rishihemi përsëri. Okej, do rishihemi për një mbyllje. Bye Eva, nuk do jemi më komshie nga sot e tutje. Hajde marrim në këmbë dhe të bëjmë ashtu. Mirupafshim të gjithëve. Ishte kënaqësi që u takuam. Shihemi në Vlorë. Shihemi në Vlorë. Okej, njerëz. Akoma janë ato të verës, apo? Si kemi, kush e ka lëviz makinën? Po ngarkojmë valixhet njerëz, kështu që shihemi kur të arrim në shtëpi, kur të jemi qetësuar pak. Mirëmëngjesi të gjithëve, zyrtarisht sot është dita e parë në Tiranë, dje u kthyem vonë edhe fjetëm, sa takuam edhe njerëzit e afërm të familjes. Shkuam bëm sërish testing këtu në Shqipëri, e gjëra të tilla, sistemuam valixhet, akoma nuk I kemi mbaruar të gjitha punët, por gjithsesi ishte ky momenti I parë I kthimit në familje.
Këtu sot është shumë shi, të gjithë ju që jeni në Tiranë e dini që në këtë periudhë ka bërë shumë shi edhe ftohtë, kështu që nuk e di, mendoj t'ju mbyll me kaq, t'ju bëj një mbyllje për videon edhe t'ju lë kështu takim sërish në videon e radhës. E di që kjo video ka qenë pak e mërzitur, por mendoj që me kalimin e ditëve edhe video do të bëhen të bukura, po edhe unë do të kem më shumë energji pozitive, por deri atëherë më duhen komentet tuaja të bukura, më duhet një subscribe nga juve për motivim, për energji të mirë, edhe bëni like videos nëse kjo video ju ka pëlqyer dhe shihemi në videon tjetër. Pafshim!